Mi më mëngjes të Smeralda, por si pasën dhe gjithë shqiptuesit para jetën e komunit. Faleminderit shumë. Sot e kemi pak më të qartë nga dje se si duket tabloja elektorale. Ajo çfarë është, kam përshtypjen, lajmi i parë dhe ndoshta këmbana e alarmit për partitë në Kosovë është bojkoti që ju bën qytetarët në këto zgjedhje. Po, absolutisht, kemi të drejtë, ka ashtu që tregojnë edhe statistika, ka dikun rreth 200.000 votë të cilat janë mundës në këtë garë zgjedhore. Mirë, duket se kemi... Mirë, lutem regjistë provoni dhe njerë lidhjen me Valon Berishën, sepse kemi të pamundur të dëgjojmë diskutimin, ndërkohë që shohim edhe njerë nëse regjia më ndihmon me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për të hedhur edhe një sy rezultatit të zgjedhjeve, rezultatit para prag të votave të numëruara deri në këto momente, kur janë procesuar 99.44% e qendrave të votimit, janë numëruar 2484 qendra nga 2498 që ka gjithsej, pra kanë mbetur diku dhe 14 qendra, prin vetëvendosje me 22.91%, e ndjekur nga Partia Demokratike e Kosovës me 21.8%, Lidhja Demokratike e Kosovës 17.60%, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës 7.17%, për të vijuar me listën serbe me 6.17% dhe më pas vin edhe partitë e tjera. Po, e kam Valonin. Valon, kishim se s'po ju dëgjoni mirë. Tek... Ndjes. Pa problem. Asnjë problem. Tek numri i votuesve që morën pjesë ditën e djeshme. Po, ashtu si që thash, domethënë ka një mungesë afërsisht rreth 200.000 vota, të cilat në këtë garë zgjedhore janë domethënë mungojnë, dhe duke marrë numrin si total të votave, domethënë mendoj që lëvizja vetëvendosje ka pasur një rënje shumë të madhe, por në aspekt të numrave mendoj se jo se edhe partitë tjera, domethënë Partia Demokratike ka dikon humbje rreth 50.000 votave, dhe gjithashtu edhe Lidhja Demokratike ka domethënë rreth 6-7.000 vota janë mungesë në këtë garë, pavarësisht ngritjeve në përqindje fjala, por që ajo që vlen të theksohet është se mendoj që Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës është fituesja e këtyre zgjedhjeve, në qoftë se marrim për bazë vjetorin e vitit kaluar dhe numrin e votave të cilat apo edhe në përqindje, në qoftë se shikojnë, prandaj mendoj që fituesja më e madhe është Aleanca në këtë garë, pavarësisht ashtu si që shprehin të gjithë liderët politik apo përfaqësues të liderëve politik që gara ka qenë pa barabartë, mos harrojmë të njoftojmë publikun se opinionin e gjerë se lëvizja vetëvendosje ka shpenzuar jashtëzakonisht mjete shtetërore në prag të zgjedhjeve, duke i financuar apo duke i ndihmuar gratë, nënat leona, studentët e tjerë, pra ka pas vjetra miliona të shpërndara të këto kategoritë. Prandaj në një farë forme me të drejtë edhe e quajnë të garë të pa barabartë, megjithëse kjo është nga njëra anë, por nga ana tjetër mos harrojmë që edhe partitë tjera kanë ditë të bëjnë këto lëvizje taktike para zgjedhjeve në mënyrë që të tentohet të ngritet vota në përgjithësi. Ajo që duhet të potencohet është se e gjithë gara, i gjithë procesi elektoral, dita djeshme ka shku në mënyrë shumë të qetë, pra Kosova tregoi edhe një pjekuri, edhe një herë në fakt, tregoi një pjekuri elektorale, një demokraci funksionale,
dhe një proces zgjedhor stabil. Duhet ndoshta edhe të potencion ka pas disa në qoftë se mund të them disa lëshime apo disa gabime shumë të vogla, por që në përgjithësi procesi ka shkuar shumë mirë dhe nuk ka pas asnjë incident madhor i cili do ta dëmtonte procesin zgjedhor, kështu që të gjithë liderët politikë, të gjithë partitë politike, përfshi policinë, përfshi prokurorinë, duhet falenderuar dhe duhet një mirënjohje për të gjithë ta, se procesin e kanë menaxhuar në mënyrë shumë të mirë dhe pa incidente madhore që potencialisht do ta prishnin garën elektorale dhe procesin zgjedhor në përgjithësi. Mirë, tani jemi këtu. Nuk e di nëse ke një informacion sa mandate mund të lëviz vota e diasporës. Tani, duhet pritur përqindja më e madhe, mendoj se nga vota e diasporës do të shkojë lëvizjes vetëvendosje. Pra, por që duke marrë parasysh edhe fushatën, mendoj që Liga Demokratike dhe Partia Demokratike do të kenë një numër të konsiderueshëm të votave nga mërgata apo nga diaspora. Mendoj që do të ndikoj në përqindjet të përgjithshme të partive politike, por nuk mendoj se do të jetë një faktor shumë i madh i cili do ta arris apo do ta zbres përqindjen në total të ndonjë prej partive në këtë garë elektorale. Prandaj, është shumë e rëndësishme, ka një numër bukur të madh të votave, të cilat do të numërohen, do të shkojnë në proces të numërimit, por që nuk mendoj se do të jetë ndonjë ndryshim jashtëzakonisht i madh apo drastik, le të themi kështu, për ndryshim të përqindjeve në totale. E kuptoj, por të paktën nga përllogëritjet që janë bërë deri tani në Kosovë, sa i përket ndarjes së mandateve, kemi 48 mandate për vetëvendosjen, kemi 24 PDK-n, 20 LDK-n dhe 8 për Aleancën. 20 mandatet e tjera janë të shpërndara, 10 për pakicat serbe, që nuk e dim nëse do të arrijë Nenad Erashi të marrë një mandat, apo të 10-ta do t'i shkojnë listës serbe, dhe 10 të tjerat janë për pakicat e tjera në Kosovë. Por të paktën nga ky konfigurimi deri tanishëm, duket se pa numëruar votën e diasporës, në diskutim është edhe qeveria kësaj here, jo vetëm presidenti. Absolutisht, keni të drejtë, po unë mendoj që Nenad Erashi është brenda. Është brenda dhe kjo është, le të themi, një plus për të gjithë sistemin dhe mendoj që është një aspekt pozitiv. Unë mendoj se këtoj radhe, ashtu siç e kanë thënë edhe shumica e ambasadorëve të korit diplomatik të vendeve të sfintit në Kosovë, mendoj që tani duhet futet në diskutim një pako e përgjithshme. Ajo pako duhet të përmbaj si çështjen kryesore zgjedhjen e presidentit apo presidentes dhe pastaj të futet në diskutim edhe qeveria dhe parlamentet dhe kështu pra kemi një konsolidim të institucioneve. Prandaj nuk mendoj se duhet të ndahen njëra prej tjetrës, sepse mendoj që në qoftë se bëhet ky gabim nga cilat do parti politike që futet në diskutime për të ndërtuar apo për të vazhduar më tutje me proces, mendoj që do të jetë gabim, sepse potencialisht mund të kemi konsolidim të kuvendit të Republikës Kosovës, pastaj edhe të qeverisë, por që mendoj se do të jetë pastaj shumë problem edhe gjetja e votave për zgjedhjen e presidentit. Andaj mendoj që duhet të shkohet në paketë dhe marrëveshja politike të jetë gjithëpërfshirëse dhe të kemi të tri institucionet kryesore në marrëveshje në mënyrë që mos kemi probleme dhe mos kemi, le të themi, krizë pas krize apo edhe thënë edhe më keq që kemi zgjedhje prapë në vjeshtën e vonshme apo në dimrin e hershëm që do të ishte një proces shkatrimtar për Kosovën.
Mirë, por Vjosa Osmani në daljen e parë ditën e djeshme tha se tashmë vetëvendosje nuk ka as edhe një arsye justifikim për të mos e votuar atë si kandidate si presidente të Republikës së Kosovës. Është ky një kusht që paraprakisht LDK-ja po ja vendos vetëvendosjes? Absolutisht po. Dhe mua, thënë të drejtën, mua nuk më ka pëlqyer kjo deklarat as pak. Deklaratat të tilla mendoj që pozicionon në istikame le të themi kushtimisht pafavorshme. Dhe në fund të fundit duhet shikuar edhe fuqinë politike. Andaj në një farë forme edhe lëvizja vetëvendosje pozicionohet në pozicionin që kishte më herët, duke thënë se ne për çfarë arsye duhet ta votojmë Vjosa Osmani. Kjo duhet të shkon në negocim. Prandaj, deklaratat të tilla qysh në përfundim të procesit zgjedhor nuk mendoj se janë deklarata të mençura dhe janë deklarata kohëforte se vetëm mua domethënë duhet të më zgjedhin presidente dhe asnjë kandidat tjetër. Por që nuk mendoj se kjo domethënë dhënia e sinjaleve në këtë formë sa i përket diskutimeve për të qeverisur apo për të zgjidhur ngërçin politik, mendoj që nuk janë të mençura dhe nuk i kontribuojnë në këtë moment procesit të cilën po kalon Kosova. Andaj mendoj se dëshirat personale fillimisht duhet lënë anash, duhet shikohet përtej saj se si mund të konsolidojnë institucionet fillimisht dhe pastaj të bisedojnë për emra të përveçëm, sepse në fund të fundit mund të mbetet një wish list, në qoftë mund ta përdori në terminologjinë angleze kjo dëshire e Vjosa Osmanit, por që padyshim është një kandidaturë, nuk duhet domethënë të minimizohet kandidatura asaj, por mënyrën duhet të gjendet në mënyrë pak më profesionale dhe më të lehtë dhe më të pranueshme le të themi gjatë diskutimeve për konsolidim të institucioneve. Andaj këto deklarata mua më befasuan, dje kam ndjekur deklaratat e liderëve politik deri pas mesnatës shumë vonë dhe mua më ka befasuar jashtëzakonisht shumë në lidhjen demokratike me që jemi të folë për lidhjen demokratike kanë filluar pra edhe aty brenda ka disa përçarje, ka disa antarë të LDK-s të cilët madje edhe kërkojnë dorëheqjen e leadershipit, sepse pavarësisht ngritjes që pat nga 13% afërsisht 18%, mendoj që sinjalet nga disa akterë të brendshëm vinë se po tentohet që të sillet një lloj suksesi, por që në fund të fundit Lidha Demokratike bashkë me PDK-n i kanë humbur zgjedhjet, pa marrë parasysh ngritjes së votave, ata janë humbur të zgjedhjeve. Dhe lëvizja vetëvendosje i ka fituar në qoftë se i shohim përqindjen për secilën. Andaj, duke marrë përballë këtë, e them se disa le të themi fraksione apo individ brenda LDK-s kanë filluar të kërkojnë edhe dorëheqjen e leadershipit të LDK-s pavarësisht ngritjes e cila pasën me rikëtimin e LDK. PDK-ja 24 vende, duket se PDK-ja vazhdon të ruajtë njëjtin trend, të njëjtin hambar votash, po them në përqindje, po e llogaris tani, sepse nuk fakti që ka më pak votues, natyrisht do kenë më pak vota të gjitha subjektet politike, por po e marrim në përqindje. Pra ka një stabilizim. Po, keni të drejtë këtësisht. Partia Demokratike e Kosovës e ka ruajtur atë votuesin e vet tradicional dhe potencialisht ka atakuar edhe votuesin le të themi diskutabil në qytetet e mëdha, por mendoj që 20 korriku apo fundi i korrikut është shumë afër, mos ta harrojmë dhe qlirimtarët tanë do të kthehen shumë shpejt në Kosovë. Dhe mendoj që do të kemi një parti demokratike komplet tjetër, sepse edhe kryetari tanishëm i Partisë Demokratike është le të themi në një pozicion apo le të themi një figurë më shumë urmbajtëse apo konsoliduese në mënyrë që të gjithë aktorët
brenda PDK-s të mbajtë unifikuar në një farë formë, në mënyrë që mos kenë le të themi shkapërdhënie të PDK-s, se sa një figurë e fuqishme politike e cila është shumë serioze në vendimarrje brenda Partisë Demokratike. Prandaj them që fundi korrikut është afër dhe qeverimtarët do të kthehen në Kosovë dhe do të kemi një reangazhim, besoj, të gjithë domethënë qeverimtarëve, përfshirë domethënë fjala është për zotin Thaçi, Kaldi Vestelin, Recep Selimin dhe Jakub Jasniqi, por edhe të tjerë të gjithë të cilët do të lirohen dhe pjesëmarrja e tyre në politikë, nga rikthimi i tyre në politikë, mendoj që do të ketë një ndryshim shumë të madh, jo vetëm brenda Partisë Demokratike, por komplet kësaj le të themi arkitekturës politike në Kosovë. Andaj po ka treguar një stabilitet, Partia Demokratike e ka ruajtur votën, pavarësisht atyre domethënë përqindjes të vogël të qytetarëve, të cilët mendoj se me të drejtë është përqindje e vogël, sepse në një farë forme edhe populli është lodhur për këto inate politike dhe kërkesa personale, të cilët liderët politikë çojnë vendin në zgjedhje në mënyrë totalisht e pakuptim dhe domethënë pjesëmarrja në qoftë se shikohet për një këndvështrimi tjetër, pjesëmarrja ulët në zgjedhje nga populli i Kosovës duhet të shihet një lloj reflektimi apo një lloj le të themi një lloj mos dakordance e kësaj pozitës të cilën gjendemi në Kosovë dhe mendoj që ky refuzim është me të drejtë, andaj përqindja është pak më e vogël në raport me herat e kaluara dhe po, ka humbje nga gjitha partitë politike, e vetmja që fitoi, siç e thash më herët, është Aleanca dhe të shohim se si do të rrjedhin gjona tani sa i përket edhe pjesës së konsolidimit dhe ajo që mua më pëlqej, duhet të thënë edhe këtë, nga lideri politik i lëvizjes vetëvendosje, pati një sinjal qysh mbrëm vonë për një le të themi shtrirjen dorës për një bashkëpunim me partitë politike. Ky është një sinjal që le të themi është pritur me vite të tëra. Dhe duhet sinjalin e pati dhe përpara zgjedhjeve, por nuk u arrit asgjë, sa ai tha që do flasim, bile se pati më të fortë mbas zgjedhjeve të dhjetorit të sa dje i ironizoi, tha ne shkojmë punë, presidenti, kryeministri, qeveria, vetmi që nuk shkojnë në punë tha janë opozita, tha që nuk punon, por tha gjatë këtyre ditëve, gjatë këtyre javëve ne do të flasim me të gjithë. Pra e kaloi me ironi kam përshtypjen më shumë se që kishte një ftesë të sinqertë për partitë, ishte një farë ironie dhe që po bënte ndaj tyre. Ndoshta duke pritur dhe votën e diasporës për të parë se si do të shkojë edhe zgjedhja e qeverisë. Por ishte pak më ironik dhe se sa që ka qenë në dhjetor, për shembull, mbas zgjedhjeve dhjetorit, edhe pse nuk arriti të kishte asnjë sukses. Unë mendoj se duke parë parasysh atë etjen të cilën e kemi ne, për të konsoliduar institucion, duke parë këtë ngërqim politik, krijuar muaj me radhë. Mendoj se prandaj e teka vetëm një domethënë shumë shkurt deklarim. Në qoftë i themi deklaratave vite më parë, ato kanë qenë mendoj deklarata publike, deklarata në fakt komplet politike dhe nuk kanë pas të bëjë me realitetin. Mos të harrojmë diçka se pas fitimit të zgjedhjeve në dhjetor, lëvizja vetëvendosje apo kryeministri apo Albin Kurti, mos të harrojmë diçka se kur filloi të bënte listimin e prioriteteve të tij, si mandatar dhe si kryeministri i ardhshëm, ai thonte se ne fillimisht do ta konsolidojmë parlamentin, do ta konsolidojmë qeverinë, do t'i miratojmë të gjitha marrëveshjet sa i përket planit të rritjes dhe domethënë në raport me Bashkimin Evropian dhe pastaj do të vinë në pikën e 4 të çështja e presidentit. Pra, aq shumë e ka relacionin çështja që e degradoi në masë të madhe në mënyrë që
të shkojë gjithsesi në zgjedhje. Pra kjo është ditur që vendi do të shkojë në zgjedhje shumë moti. Jo se tani, muajve të fundit është marrë vesh kjo farë pune. Prandaj, unë thash, pash me një përqindje madje edhe shumë të vogël, deklaratën e tij, por e mora vetëm atë pjesë pozitive duke shpresuar se çështja dhe bashkëpunimi dhe oferta ndaj partive tjera politike nuk do të jetë ajo siç ka qenë e dhjetorit apo janarit apo muajve të kaluar. Do të kërkohet një seriozitet shumë i madh dhe do të ketë një kërkesë ofertë serioze në mënyrë që të kemi konsolidim të institucioneve, jo deklarata politike të cilat mund të manipulohen dhe apo të kemi lojë fjalësh do të bëjmë këtë me radhë. Domethënë, mendoj që Albin Kurti ka marrë dy mësime. E para është nga ky numër i madh i zgjedhjeve që jemi duke kaluar. E para është se pavarësisht fitimit të zgjedhjeve, ti mund të kesh 50, mund të kesh 60, apo mund të kesh edhe 70% të fitimit të votave. Por që në qoftë se Bashkia Ndërkombëtare, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian nuk të pranojnë si person, domethënë bashkëpunues, apo nuk të konsiderojnë si bashkëpunëtor serioz, mendoj se gjithë ajo përqindje e votave shkon fuq dhe nuk duhet asgjë. E dyta ka marrë mësim, ose besoj që ka marrë mësim se oferta politike duhet jetë ndaj partive opozitare në këtë rast, ofertë serioze, e cila duhet diskutuar në mënyrë profesionale dhe serioze dhe mos ketë lojë fjalësh të tipit që unë ju thash këtyre, këta nuk deshtën, ju thash më jepni emra, këta nuk më dhanë, në këto janë lojra që mund të shiten në publik, por që pasojat janë shumë të mëdha, sepse mendoj që për shkak të kësaj ne po shkojmë në zgjedhje të njëpafshme dhe po dëmtohemi jashtëzakonisht shumë në çdo aspekt le të themi. Faleminderit shumë Valon. Javë ditë të mbar. Faleminderit. Këputem për një hapësirë publicitare.